I pafajshëm, thoni vetë, s'po them unë. E para, e dyta, prokuroria thotë që në vitin më datë 24 tetor 94 ndaj zotit Shkëlqim Selami është caktuar masa e sigurisë arrest me burg, që me datë 3 tetor 94 nga gjykata Brindezi për akuzën organizatë kriminale me qëllim favorizimin e hyrjes ilegale të shtetase ekstrakomunitare. Në vitin 2006, në 31 gusht të 2006, zoti Selami është ndaluar në Brindezi dhe me datë 7 shtator 2006 është liruar, 7 ditë më pas. Zoti Selami në deklaratën në formularin e deklarimit e ka pranuar që ka qenë i arrestuar, e ka pranuar që është proceduar në një shtet italian, por vetëm gjë që prokuroria konstaton që zoti Selami nuk e ka pasqyruar është fakti që te pyetja a është caktuar ndonjëherë ndaj jush një masë shtrënguese e sigurisë personale në fuqi, zoti Selami ka thënë jo. Ndërkohë gjykata e Brindesit sipas prokurorisë thotë që ka caktuar masë sigurie dhe ka pas masën e sigurisë deri në vitin 2006. Kjo është arsyeja pse i ka cila masë sigurie? Masë sigurie arrestit me burg. Arresti 94 dhe 2006. Kjo është këtë fakt prokuroria, për këtë fakt prokuroria thotë akuzojnë për falsifikim. Tani, të tjerat e ka pranuar. Lutem, e para njerë që unë nuk jam dënuar asnjë ditë me vendim komuniste. Apo jo? Kam deklaruar sepse unë po mi masa arrestit, përse kështë dalë, cila mi? Po përse kështë dalë masa arrestit? Të them diçka, po them për broshkullat e tyre, sepse mua, broshkullat italiane, pa tjetër, sepse ka shumë që janë futur kështu grupar, se ata ashtu e kanë. Sa më shumë thesi të zgjerohet, aq më shumë i din vetë ata probleme, po janë problemet e tyre ata. Tani, po pa tjetër, përfshin njerëz edhe kot. Pa tjetër, me opinion. Po, tani, nëse unë do të isha dhe do kisha problem, dhe do kisha gisht në ato organizat, si do më linin mua pa dënuarat? Si unë dola? Me qarë arsye? Të lutem, qofse do kishin një provë, po ta shikosh ta lexosh temel këtë, mos ti them emrin këtu në këtë, se kush prokuror ka thënë, se ka vajt e ka parë këtë, ai po rrezik po na dëgjon. Ka parë këto dokumenta atje në KQZ dhe ka thënë, se ku ishe ti unë nuk e di tha. Se ku ishe ti atje unë nuk e di tha. Më fal, tani, e para njerë që e kam deklaruar. Kam deklaruar që kam qenë, apo së shumë. Kam deklaruar, unë kam deklaruar, edhe që kam deklaruar, bre? Unë kam deklaruar vëlla atë që pësova, sepse unë se dia. Po si, unë e dia dhe vajta në Itali. Po ta dia që kisha problem, do veja në Itali, po si, e para njerë që aq problem i vogël ka qenë që emri im është përfshirë atje kot fare, që është zgjidhur me një proces gjyqësor. Me një proces gjyqësor, dhe unë kam dalë totalisht i pafajshëm aty dhe s'kam lidhje. Do me thëmë, nuk përfshihem në hetimin dhe gjykimin e kësaj çështje. Nuk përfshihem në hetimin dhe gjykimin e kësaj çështje. Jam totalisht i pafajshëm. Nëse unë do isha dënuar një ditë vetme, atëre unë më fal. Një sekondë të shpjegoj edhe këtë. Më fal. Policia italiane ka futur emrin policia italiane. Një sekondë të shpjegoj edhe diçka tjetër. Kush e ka çuar atë letrën, se nisë ta thonë, po nuk e the. Atë letrën që thë që ka nisur gjithë kjo. Kush e ka çuar? Më thonë një qytetar, më çmenduri, domethënë. Është qytetari thjesht ka një politikë. Do një të pyetje një pyetje. Si është futur emri te policia italiane? Sepse gjykata ka marrë një mas arresti për ju. Si? Kur ka vendim arresti, do të thonë është emri. Po kush e ka futur emrin, pse Selami thotë se për denoncimin, si do futur emrin? Kodën? Shiko, ka dalë çështje 100%, 100 kanë qenë. Të lutem, në 94, tani, nëse unë, në 94, të lutem. Në një moment thotë pranon që jam arrestuar, në moment tjetër se pranon që kam mas. Të lutem, jo më çapo. Do të bëj dallimin aty tek ai. Po s'kam mas, po s'kam pas mas më. Nuk e kam. Një sekondë, ora se kam ditë asnjëherë. Nuk e kam ditë që unë jam i dhënë, sepse nëse unë do dija që jam i kërkuar nëse unë do kisha qenë i kërkuar dhe nëse kisha problem në Itali, nuk do veja në Itali o zotri, në 94, apo së shku, si thua? Do veja në 94, 95, 96, do veja në 2006 me familjen e gjitha nëse unë dija që kisha i problem, as kam ditur gjë fare për këtë dokument që unë jam i akuzuar. E kam marrë vesh atë ditë. Dhe e kam marrë vesh të ëndën e kam marrë. Nga 94 deri në 2006, shkoje në Itali? Po, ma. Ke shkuar? Po, ma, valla. Po pse të kapën herën e fundit? Skandal, se di fare, se kam ide fare. Me thënë dalim aty,
Do me thëmë, vajta me pushime, për si do veja njerë. Le njerë që këtë me 2 ditë që avukati bëri një proces dhe rëzojt gjitha këto akuza, që janë rëzuar dhe për disa persona që unë nuk i njoh dhe doja të thosha, ora, nuk jeni mënd një proces. I ka do të thosh, avukati juaj, i ka bë avukati juaj derë atyre, se i ka bërë vërtet, sepse, shiko, shiko, aty ata nuk nuk janë direkt përfshirë. Të përfshirë janë Selami dhe i hera të punën e letrës. Si nisi? Se ndaj te nuk është se ka patur në një proces gjithë kohë. Si ka nisur, kush e ka futur në emrin tënd në lojë? Në lojë e ka futur, tani lojë nuk dua të merrem me lojrat, nuk dua të bëj pjesë e lojës. Probavi politike. Po jo, kush e ka çuar në emrin tënd? Unë nuk dua të bëj pjesë e lojës. Unë nuk dua të bëj pjesë e lojës. Unë dua të flas për dokumentat origjinale me vendim e gjyqi, të lutem. Vendim gjyqi që nuk jam dënuar. Nëse unë do isha dënuar 1 ditë blet, një, jo 2, një më. Ere parë që arrestohem është ajo ditë që më ndalojnë atje. Nuk jam ndaluar asnjë. Rasti konkret. Një rast. Rasti konkret. Sa fatë emrin, formular. E nisë ta thoshë. Por kush ta çojë më të kanë futur kush është qëllimi. Ti do të kanë futur histori. Nuk është ky formular. Kush ta bëri këtë dhuratë? Po. Ky formulari ka disa qëllime. Se dim. E para, bëhet me pyetje të hapura. Po. Në mënyrë të japë mundësinë që të nxjerrin çdo gjë nga shpirti i njerëzit. Edhe unë. Kushdo. Edhe unë që shkruajta. Po. Edhe unë duhet të bëj të njëjtën gjë. Një kjo. E dyta, i shërben autoriteteve për të mbledhur të gjithë informacionin që i duhet për të tetuar më tej. Dhe nëse informacioni është i drejt për drejt, të ndërpret mandatin aty në sekond autoriteti. S'ka nevojë për hetim. Se thot dikush, thot, unë jam dënuar për këtë gjë, e shef Komisioni Qendror i Zgjedhjeve thot nuk ka nevojë të shkoj fare prokurorisë, e mbyll aty në sekond. Pra mbledh informacionin. Dhe treta është i jep një mundësi, është kurth praktikisht, ligjor, i jep një mundësi të gjithë shtetasve të bëjnë 2 gjëra. A, të jenë në përputhje me ligjin apo jo, B, të bëjnë dhe një vepër tjetër penale për cilën mund dënohen më tutje. Në qoftë se kanë frikë të gjithë këtë, bëjnë gjë më thjesht, nuk e plotësojnë formularin, nuk e dorëzojnë formularin, humbasin funksionin, vazhdojnë jetën e tyre normale. Dhe shteti është gjithashtu në paqe. Unë kam plotësuar. Po vetëm sekond, ta mbaroj vetëm si për se po flasim për rastin konkret. Rastin konkret. Selami thotë, zoti Selam ndaluar në 2006 e ka thënë. Policia Brinzit thotë, a keni qenë ndonjë ndaluar apo arrestuar? Dhe thotë po. Për verifikim, arresti nuk bëhet për verifikim. Kështu që prandaj ka më poshtë një rubrikë tjetër, të cilën ligji e kërkon të plotësohet në mënyrë detajuar, thotë a është taktuar ndonjëherë mas shtrënguese e sigurisë personale në fuqi ose jo? Dhe thuaj po, ka thënë jo, zoti Selami. Po të thoshte po, do thoshte edhe në mënyrë specifike çfarë. Që është masa arresti që është ekzekutuar në 2006. Po në 2006 e ka ditur apo? Në mënyra si është bërë formulari, ka një gjë. Je ndaluar e arrestuar? Po ka thënë. Po. Kur janë problemet e për verifikim thotë. Pritrit, te masa shtrënguese. Masa shtrënguese, nuk vetëm ndalim dhe arrest. Është e garanci pasurore, është detyrë paraqitje tretëgoj. Ai ka thënë jo. Po ju them, o zoti Solla ka thënë jo. Jo është, më fal. Ai ka pranuar faktin që ka qenë ndaluar e arrestuar. Jo, një sekond. Ju do kesh mundësinë ta. Jo, të lutem. Unë them jo, do të them po që më ka ndaluar, po që akuzojmë sepse akuzën e ka marrë vesh në atë ditë që jam akuzuar.